kujtime ashtu e mbaj mend, sepse unë kam qenë shumë e lidhun me ta. Edhe ndoshta se kam qenë veç një vajzë, kam qenë ma e llasume nga ana e tij. Mami gjithmonë ka qenë ajo që ka qenë në punë, ndërsa ai është për kujdes për mua. Edhe gjithçka kemi shku në peshkim, kemi dalë me bicikleta në shkollë, më ka quaj. Gjithçka kemi bo bashk, edhe ndoshta për atë edhe unë e kam pësu një shok shumë të madh kur ka ndodhë humbja e ti, unë për ca muaj edhe s'ka mund as të flas, ku deri kam përfundu edhe tek specialistët vetëm që ta kuptoj fakt që e kam humb një person të vlefshëm të jetës dhe ta pranoj si proces normal të jetës, se një fëmijë nuk mundet ti pranon gjanat ashtu. Mendon se kthehet, se ka mendu se ka shku dikun do të kthehet për një kohë tjetër dhe i bëja Zotit premtime se nëse unë sille më mirë ama bjene. Ka pasa periuda shumë të vështira, kur kam qenë shumë e vogël, normal. Sa ishte kjo periuda që të desh kohë për me u kthy në atë rutinë? Rreth 6 muaj. Rreth 6 muaj, goxha periudhë gjatë, po. Ishe vazhdimisht në trajtim me profesionistët? Familjarët besoj e patën akoma më të vështirë? Ata e kishin më të vështirë, ndoshta se edhe një vit para asaj, unë e kisha një fatkeqësi shumë të madhe timen. Ja, kjo është babi, me nanën. I ken gja? Nuk e di, krejtë më thonë. Edhe të lumë të ajo gojë që ma. Duket me aqë, sa e shenë në sekundat e partë, ta jep një hije të ndë, në? Po, ndoshta vijat, ajo fytyra, nuk e di. Ndoshta, si që isha të thonë, se një vit ma herët, unë e kisha një fatkeqësi shumë të madhe, njëtë, ku pësova në koma, kisha 90 ditë. 90 ditë. Isha në komë, dërsa isha vetëm 7 vjeqe. Dhe a i ka qenë që më ka qunë shkolle, ka nejtë me mu, kur krejt kohën, se periuda e rikuperimit është shumë e vështirë, normal, neve një dore thejmë, na duhet një kohë e gjatë, jo duhet të shkojmë në terapi, e jo të jesh në koma e të... Qa ndodhe me, pse ishe në koma, Gjenan? Kisha një ndeshje, ishte një dasëm e madhe, edhe unë jam largu nga print për qku diri në shqitore. Ma kam shu vetura dhe ka ik. Fatkeqësia ma e madhe se as ata ndasëm se kanë di që kanë ndodhë një gjë e tillë, as njerëzit e rrugës më kanë marrë, më kanë qunë në spital, gjithçka është kuptu pas 2 orëve kur është kuptu që unë nuk jam aty. Më falë, se ndoshta kom pak edhe emocione, se është ndoshta hera parë që e flasë unë këtë sen publikisht. Në fakt, unë doja që disa gjëra t'i lija për më vonë, po me qenë se na rodhe spontanisht muhabeti, po edhe gjithashtu nuk du me të vunë në trysni, qka do që nuk dihesh rehat me tonë të mirë kuptoj, por kur po më fletë, mosha 7 vjeqare, ajo mosha kur krejtë rritë, të një fëmiju edhe të një vajzë që ndoshta do të mund të kishte kujtime më të bukrat për mirë i saj, pa tjetër që po. Edhe kjo është ajo që më dhempë kur po e dëgjoj. Unë e kam një thënje që e them, unë asë njerë nuk kam mund të a them atë fjallën, kime pa prej babit tem. Gjithmonë e kam pas si...